Data 23 gusht 2026 jemi në orën e mbasdites në bisedë me Petro Predani. Petro, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Vladimir. Atëherë, siç e kishim programuar, sot do bëjmë një bisedë interesante, mendoj, dhe konkrete për njerëzit, për të kuptuar diçka, sepse askush s'po kupton asgjë. Tani të paktën nga ne që bisedojmë e diskutojmë gjithë kohën, ne nuk po kuptojmë asgjë. Pavarësisht pastaj se ne shumë herë akuzohemi nga të tjerë, nga një masë që ajo nuk merret me këto siç merremi neve, merret më shumë që të bëj para, dhe na thot ti s'ke kuptuar asgjë, mos thuaj s'po kuptojmë asgjë, s'ke kuptuar ti asgjë se ne e kemi kuptuar thonë. Sepse ata kanë kuptuar sepse shkojnë pas paras. Domethënë për këtë thonë ata, ti thotë, sa të bësh këto gjëra thotë merru me një lek, merru me një gjë, bën një para thotë. Me fjalë Petro, tema e bisedës është kjo. Ky kapitalizmi të cilin ne ideologjikisht kemi urryer në vitet 70-80 kur Shqipëria ishte më e mbyllur, më e kontrolluar nga propaganda nëpër libra, edhe na thuaj shtypja shfrytëzimi i njerëzve, domethënë na tregoshin anë negative të kapitalizmit. Dhe në një moment pas nga vitet 90 i mohuam gjitha këto anë negative edhe filluam të shikonim atë televizionin italian me këto emisionet Domenica Inca që në atë kohë që ishin 600 goca aty me minifunde, ato në Shqipëri s'kishte minifund në atë kohë. Edhe thami jo, thëmë, kapitalizmi që nga parajs, pra ne shqiptarët na kanë mbyllur, qëllimisht na kanë izoluar për të na mohuar vërteta, si gjithmonë, ke parasysh që thonë shqiptarët, ne na e bëjnë me hile, na bëjnë tradhtira tuajt, sepse ne jemi racë zgjuar dhe na mbajnë të izoluar, por do vi një ditë që ata do të na kthejnë mbrapsht gjitha ato borxhe që kanë. Dhe 1990 shpërthyem më në fund u çliruam nga ato zinxhirët dhe menduam se po gjenim lirinë, kuptimin, do jetonim të qetë, do jetojmë shumë herë më mirë se sa atëherë. Edhe në të vërtetë po vërtetohet ato thënjet kur ndryshonin regjimet, në momentin e ndryshimit që po gjithmonë kur ka një ndryshim shpresojnë shumë të ka që do vinë më mbrapa, dhe ajo që vinë më mbrapa gjithmonë shan e nxin atë pjesën për para që rëzoj, gjithmonë, do thënë mbahet me atë regjimi i ri, edhe më kujtohet ajo e thënia e atij i Muslim Pezës, që gjatë luftës për t'i marrë partizan, ju thoshin që sa ta shirojmë vendin, gjithë do hamë me luk Floriri. Njerëzit pasaj mbaroj, edhe i thonë, po ku e kemi, thot lukun e Floriri që na ka premtuar. Tu ekzistojnë dy variante. Njëri që thot ai, neve, thot, jo juve, i thot bab Muslimi, dhe e dyta pasaj thot, ose ajo tjetra që thonë, ne me luk Floriri, ju me luk alumini. Tani Petro, shpresum shumë atëherë kujtum me fjalë që kushtet i ishte, por tani jemi më keq. Domethënë jemi shumë më keq se sa në vitet 80, nuk po them vitin 90, po them shumë më keq se sa në vitin 80 kur unë isha në universitet. Jeta e pasigurt fare, që të kesh punë sot është një luks që të gjesh punë, dhe kur e gjen ajo punë nuk paguhet sepse ajo pagesë nuk e përballon mbi ekzistencë, nuk përballon gjërat më të domosdoshme, që nga qiraja e shtëpisë, nga shpenzimet që bën, nga ushqimi etj, do vesh do drejtohesh te ushqimi më i fundit për të mbijetuar. Frika e madhe sapo del në rrugë, ke lënë makinën diku, je si hardallosur dhe thua, po a lejoj vje aty mos na vënë një gjobë, mos kështu domethënë të merr,
del nga shtëpia, bëm pas kam vënë gjobë, u prish pas e do flasësh për gjobën gjithë ditën. Fusesh në shtëpia, shef i qik me, jo direkt, ball për ball, e shefi që ka anash atë kutinë e postës, dhe kur shef që nuk ka ndonjë letër aty, brenda kutisë sot shqyqyr shpëtova dhe sot. Kur shef qa letre që kanë hedhur i letër aty brenda të merë, ke frikë të hapjesh atë kutinë e postë dhe e vonon sa më shumë të paktën të rish sa ditë ja mos e shohësh atë surprizën që kete kutia e postës. Kur neve, kur vite postieri dikur gëzoheshim se na vite një kartolim për vitin e ri, na vite i letër nga një afër, nga një kujtun, tu tani jemi në një terror të pasigurisë që nuk dihet se ku jemi sot dhe ku do jemi nesër. Dhe do të lë fjallën ty, po ajo fjallë ati të Burgosit, se do ishte mirë të nxirim, këtu po se nxirim do, i cili kur del nga burgu nëse e vure re në Shqipëri, dhe ai nuk i mori rrobat, i la pjesën më të madhe të rrobave i la në burg, nuk e dia e pek të intervistë. Jo. Shumë filozofike. Se u bë një falje tani, u bë një indult, një amnisti, në datën 11 qershor, duhet se ishte ajo, edhe dolën nga burgu këto me dënime të lehta. Kur dolën këto me dënime të lehta, gjithë njerëzit dohen propaganda e televizioneve, të intervistojnë njerëz, ja po nxirrni kriminalët nga burgu, kjo domethënë s'ka ligj, s'ka kujtun, domethënë asnjë nuk bëri festë Petra që thotë shqyqyr që ka njerëz fituan lirin, po marrin çikajer pak të kur dalin, e kupton? Dhe interviston njërin, moshë e madhe, një 50 sa vjeç, dhe i kishte lënë rrobat në burg, nuk ishte marrin. Dhe i pyeti këto gazetarët, tha, po rrobat, tha, nuk ke rroba, i thënë, jo, tha, i kam lënë aty, tha, në burg, tha. Pse, i thënë, po nuk e di, tha, mund të kthehem prapë, tha. Ti kem aty se ti batë. Ke parasysh kur shkojmë, transferojmë i sot, që ka qeni të lëvizshëm, hyj nga i vend tjetër, sa rroba i lëm aty. Se themi nuk e di, mund të kthehemi prapë këto. Njerëzit ka shtëpia në Shqipëri, i kanë aty, thotë nuk e di, mund të kthehemi prapë, po faktikisht aty me këto shtëpi s'kthehen më, vërtet. Mund të kthehen prapë. Dhe i thotë kjo gazetarja, i thotë, po mirë, thotë, nuk pas ke mësuar fare, thotë nga burgu, thotë, nuk që ke edukuar me kënë, i thot ai, po mirë, mund të mësohet njeriu, thot, që të mos mbijetoj, që të mos haj, arrin, thot, të mësohet që të mos haj. Dhe i thot, i tregon për jetën e vështirë, dhe i thot asaj që ti je më sklave, thot, se sa unë, vetëm që ti je sklave, thot, në kuzhinë, kujtun, në këto gjëra të tjera, thot. Edhe bën një diçka shumë filozofike ai. Edhe këto unë kam vërë edhe me tjerë, kam patur një italiane, kam patur këtu, e ftova ca kohë këtu në shtëpi. Ai e mbajta në shtëpi, ishte i burgosur dhe ai. Edhe gjyqin e bëri pa avokate, pa gjë fare, as supraqit fare, dhe ja futën këta një 5 vjet shtëpi. Që ai kushti di se çka kishte vrarë, domethënë kishte bërë ca gjëra, nuk diskutohet, por jo për 5 vjet dënim. U bë gjyqi jo në prezencën e këtij, se ka dhe Italia këtë në kontumaça, i thonë këta. Edhe ky vetëm fshihej dhe ishte asë nga ndënuar, por i kishin nuk e dinte, kishte dënimin 5 vjet. Dhe bën 5 vjet burg pas një ditë skonto, sepse i kishte që nuk njihej as kjo skontoja. Bona kondota, do i be ditë më ditë. I bëri ishte shkatruar komplet aty, sepse pa diell, pa ajër e pa këtë. Kur del tani mosha 55 vjeç, dhe i bëj pyetjen e parë, thash, po tani më mirë atje apo këtu? Më mirë në burg apo jashtë? Më keq jashtë, tha. Domethënë, ai të merroi tani pse doli nga burgu. Petra, këto tani na bëjmë propagandë neve, që Enver Hoxha i fuste në burg njerëzit të merë dhe kujtun e tjera. Tu tani njerëzit
Po krahasojmë burgun me jashtë burgut, kuptimin e vërtet dhe thot, tani dola jashtë burgut, po çdo bëhet, do futem prapë në burg. Petër, se të thash për punën, se u zgjata shumë. Petër, na shpjego këtë kapitalizmin e Lugës Floririt dhe të çekut bardhë, sepse në Shqipëri ajo Partia Demokratike fitoi votat duke thënë shqiptarëve që do marrin çekun e bardhë. Çeku i bardhë kishte vetëm 0, e ke parasysh Pedro? Jo, më duket se i vini një njësh aty në fillim dhe thoshin shtoni 0 ju sa doni. Diçka tillë. Vini një njësh atë e shkruan $1, por nuk ta mbyllunin, e kupton? Ajo ka kutia sa duash aty, thoshin mbylleni vetë ju. Vini sa 0 ju duhen ju mbrapa dhe mbylleni vini rasteri atë tip thurje çfarë për ta mbyllur tek çeku. Me çekun e bardhë, Shqipëria si gjithë Europën do hyjë në Europë, kanë kaluar 36 vjet. Po jo, po nesër si breshka që si Akili që nuk arrin dot kur breshkën. Breshka ecën, Akili vrapon gjitha Akil dhe nuk arrin kur. Sepse tamam këtu ajo paradoksi atje, më falo vetë se po zgjan shumë paradoksi Akilit që nuk arrin breshkën këtu vërtet ka se si lozin me njerëzit këta. Se i thonë gjithmonë që ti thua, po mirë, më tani ndryshoj, pse s'jemi më mirë tani se sa më përpara. Po jo, se tani jemi duke shëmbur komunizmin thotë më mbrapa. E kupton? Tani komunizmi mbaroi në 90-ën, sepse ti i ndryshove ligjet e tjera, kupton? Po jo, po ai duket sikur ka mbaruar, po është akoma dhe ne po punojmë ta shkatërrojmë akoma tani edhe më mbrapa. Edhe të thonë pasaj, lozim me këtë faktorin e kohës. Thonë që brenda 5 vjetëve sigurt vazhdonte, si Akili me breshkën. E ka parasysh Akili për të arritur breshkën, duhet fillim me gjysmën e rrugës. Kur bën gjysmën e rrugës, breshka ka lvizur aman. Nuk është mati ku ishte. Edhe kjo, pastaj ti do bëj, Akili do bëj prap gjysmën e rrugës, po prap breshka ka lvizur, po do bëj prap gjysmën, prap breshka ka lvizur, ti nuk e arrin dot kur. Sepse këto gjysmat nuk mbarojnë asnjëherë. Dhe këta thonë, kemi arritur këtu po, dhe kaq kemi. Dhe pasaj pas asaj do vi mrekullia. Dhe unë këtë kam besuar kur ishte komunizmi, kur loznin komunizm me këto shprehjet, që thoshin ndërtimi i socializmit, industrializimi bujqësisë, pasaj vendi bujqësor industrial, pasaj industrial e bujqësor. Dhe në fund fare pasaj, thamë kemi hyrë në fazën e ndërtimit të plot të shoqërisë socialiste. Dhe thashun shqyr, thash, ja hollëm tani mbas kësaj do vi komunizmi, ku do hamë sa të duam dhe do punojmë sa të kemi mundësi, se kështu ishte parulla, kur ajo në vend komunizmit erdhi shkatërrimi. Vazhdo Petër. Vladimir, ju sollet shumë shembuj këtu, unë po përshëndrohem në pak gjëra këtu, me një fjalë se ka shumë gjëra për të thënë për të diskutuar. Në rast të parë, komunizmi nuk ka erdhur asnjëherë dhe nuk ka patur asnjëherë shoqëri komuniste. Me emra mund të quhet si të duash kur i thon fjalës. Po e vërteta është në Shqipëri dhe në Evropën Veriore asnjëherë nuk e pam ekzistencën e komunizmit. Dhe ka një paradoks, aty si paradoksi i Akilit që ju sapo e përmend. U tha që në Shqipëri ishte Partia Komuniste. Dhe në fakt aty pretendohej të arrijeshte socializëm. Pra nuk mund të kemi më përpara një parti komuniste dhe kjo parti komuniste të tentojë të ndërtojë socializmin. Mund të është një parti, si thua, progresive socialiste. Dhe më vonë kur të arrijeshte socializmi duhet të thuhej që tash kemi një parti komuniste e cila do ta marrë sistemin nga sistemi socialist dhe do ta shpirë në komunizmin. Pra paradokse të tilla ekzistonin në të gjithë Evropën Veriore. Problemi është se Shqipëria si një vend i vogël dhe shumë i mbyllur u ekspozua në botën kapitaliste në momentin më decisiv të vetë botës kapitaliste. Pra rënia e bllokut lindor solli në Perëndim një mundësi të artë për të filluar krijimin e një shoqërie totalisht të kontrolluar, sepse kapitalizmi perëndimor u përballua me një shoqëri të relativisht edukuar. Pra në bllokun lindor, njerëzit
nga ana teknike ishin të përgatitur. Shkollat e bllokut lindor kishin arritur të krijonin një klasë të mirë edukuar. Unë këta e kam parë vetë kur jam vënë përballë sistemeve perëndimore të edukimit. Dhe në këtë moment perëndimi në një kryesisht amerikanët që në vitet 70 kishin filluar një propagandë të madhe, duke filluar që me Hollywoodin, me ato trupat e paqes që niseshin njerëzit për të mësuar kryesisht gjuhën angleze në vende shumë të varfra të botës, dhe aty bashkë me gjuhën angleze ata paraqitnin mënyrën amerikane të jetesës, të cilën ne e pam, ju e thatë aty pak më përpara, minifunde e të tjera. Tani ku është problemi? Problemi nuk është një mori probleme që shfaqet si një problem i madh, dhe kryesisht unë e shikoj ose do ta quaj më saktë vdekja e mendimit të pavarur dhe analitik. Sot ne nuk kemi një mendim të pavarur dhe analitik. Bota ose si të thua shoqëria e aftë për të arritur një lloj konkluzioni të bazuar në fakte reale, po zhduket vazhdimisht, sepse faktet reale nuk janë më fakte reale, janë realitete të krijuara në mënyrë artificiale, dhe njerëzit kanë humbur konfidencën në vetbesim. Pra, sot njerëzit arrin në konkluzionin në gjykime të paracaktuara. Për ta bërë më të qartë, do me them, në qoftë se unë kam një telefon dhe një kompjuter, dhe në atë kompjuter unë shikoj vetëm një lloj informacioni, vetëm një lloj propagande, atëherë mua më reduktohet pika referencës, dhe unë gjykimet e mia do t'i marr bazuar në ato që unë shoh vazhdimisht nga mëngjesi deri në darkë. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe reagimi agresiv që ne shohim ju, unë, të tjerë, kur ne bëjmë një postim ndryshe nga ai që njerëzit duan të shohin apo të lexojnë. Ofendime, sulme, kërcënime me vdekje e të tjera, dhe shoqëria, pjesa dërmuese e shoqërisë është okay, nuk shqetësohet nga këto reagime ekstreme. Me fjalë i quan si një reagim të natyrshëm, por në të vërtetë është një mungesë e theksuar e argumentit dhe e nxjerrjes të një konkluzioni bazuar në një pikë tjetër referimi, ose si të thuash në një pamje më të gjerë. Pra, këtu është problemi i më i madh, siç e shikoj unë sot me një fjalë. Kemi arritur në një moment ku përsëritja e opinioneve të paracaktuara është bërë trend, me një fjalë. Ta hapësh kanalin francez sot, nuk ndryshon nga kanali gjerman, nuk ndryshon nga kanali kanadez, nuk ndryshon nga kanali amerikan. Pra, është një përgatitje mbar botërore, e kontrolluar me një kujdes dhe me një kontroll, si të thua, që të jep një lloj mundësie të shpresh mendimin personal, siç po bëjmë me të dy tani në këtë moment. Por në fund të fundit mendimi është shumë i kufizuar përballë asaj që është, si të thuash, e fiksuar aty dhe është shumë e vështirë për të ndryshuar. Sot ne shohim në Evropë, shohim në të mbarë botën krijimin e personave ashtu quajtur celebrity, të cilët krijojnë një opinion masiv, kryesisht tek Brazili, i cili ky lloj celebriteti, këta njerëzish katapultohen, ngrihen në pozita udhëheqëse, siç kemi shumë udhëheqës në Evropë, të cilët nuk kanë punuar as edhe një ditë në jetën e tyre, e kanë filluar marrjen e rrogës si
zyrtar politik, apo të ashtu quajtura organizata jo qeveritare, të cilët janë përpunuar, janë edukuar, ose janë futur në atë rrjedhë të paracaktuar, ta do të bëjnë udhëheqësit e masave, e shteteve, e tjera, domethënë. Por, kemi të bëjmë dhe me një fakt dramatik, që unë e shikoj si fundin e mendimit njerëzor, kthimin e korporatave ekonomike në persona juridik. Pra, ne kur themi Soros, kur themi Musk, kur themi Bezos, e të tjera, ne kemi parasysh një person të vetëm. Dhe gjithmonë themi me ka fajin Soros. Në fakt, Sorosi është përfaqësues i një sistemi të dhe është shumë e thjeshtë për dikë që do të më ka fajin Sorosi, po të heqim Sorosin ose po të ndryshojmë Sorosin, gjërat do të ndryshojnë. Unë nuk e shikoj kështu, unë e shikoj ndryshe me një fjalë, të ndryshimi im është që ata janë persona të cilët kanë arritur të krijojnë këtë stat të rrezikshëm të shoqërisë njerëzore, të kthimit të një biznesi ose grup biznesesh të mëdhenj në një përfaqësues të vetëm. Është një thjeshtësim shumë i rrezikshëm, sepse ne po të kthehemi në bazat e shoqërisë kapitaliste, një korporat, një fabrikë prodhimit diun të kompjuter apo të automjeteve, nuk ka mendim politik, nuk e lejon ligji që Mercedes-Benzi të bëhet një organizatë politike, por me anashkallime të ndryshme personat që kanë arritur të kontrollojnë ose të kenë në pronësi kapital të madh, të bëhen në një lloj forme, që përmendëm përpara, persona juridik. Pra, politikat e tyre mund të shkatrojnë një vend të tërë. Ne kemi raste si rastin e Sorosit, i cili shkatroi ekonomi të tërë, vuri në rrezik ekonomi japoneze, për shembull, dhe shkatroi vendet e Azisë brenda natës, mira njerëz vranë vete, shtete falimentuan. Sot kemi rastin e Amerikës që politika ka dalë jashtë çdo kontrolli dhe është privatizuar në një formë të tillë që presidenti i Amerikës, që për mua është një person që do të ishte në një institucion që merret me personat me probleme mendore, për arsye të moshës, por edhe vetë karakterit atij person. Ai ishte një person që kontrollon një pjesë të madhe të shoqërisë amerikane, ka mira miliona ndjekës. Ai nuk pyet për ligjin, për rregullin, dhe në fakt nuk është se nuk pyet presidenti amerikan. Shoqëria amerikane ka rënë në një nivel të tillë që kongresi, pra klasa politike, është kthyer në një faktor të fare të parëndësishëm. Pra, një person i vetëm me disa shokë mund të fillojë një luftë, mund të fundosë një shtet të tërë, mund të krijojë probleme që të vërë pjesë ndatë të civilizimit shoqëror në rrezik. Kanë arritur plotësisht dhe totalisht të kthejnë qeverinë administratën amerikane në një administratë private. Unë lexonja disa kohë përpara një shkrim që thuaj me fjalë që edhe ambasadorët nuk përfaqësohen në politikën amerikane. Ambasadorët e vegjël që shkojnë në vende, bile dhe ambasadorët shkojnë në vende të fuqishme, janë të vënë aty ose janë lobuar të shkojnë në këto vende si përfaqësues të interesave ekonomike. Pra, një ambasador kur shkon aty nuk merret me politikën amerikane, merret me krimin e kontratave, të tenderave, të interesave të kapitalit të madh, të cilat shpeshherë përcaktojnë jo vetëm jetën politike, po dhe jetën ekonomike të këtyre vendeve të vogël. Dhe këtu qëndron, si të thua, problemi që ka me kapitalizmin. Kapitalizmi që mësonim ne në librat e Marxit dhe të tjera, nuk ekziston. Nuk ekziston me zhdukur njëri përjetëmon nga
ekzistenca e tij. Ne po shkojmë në një moment ku ignoranca dhe padia ka marrë një konfidencë të tillë, është bërë aq konfidente është aq e sigurt sa nuk pranon në mendim ndryshe. Dhe edhe kur shpejt mendimi ndryshe është një zënë veç të shurdër, dhe siç ju e thatë, brezi i ri është ai që do ta paguajë në një formë të tillë, ku një vend pune do bëhet, si të thuash, një luks. Ju e thatë shumë bukur me fjalë, dhe unë kështu e shikoj brezin e ri, e shikoj në një konkurrencë të jashtëzakonshme, sepse vendet e punës cilësore po ngushtohen vazhdimisht për arsye të rritjes së nivelit tekniko-intelektual të personave që konkurrojnë për një vend pune. Pra për një vend pune konkurrojnë 100 persona dhe disa nga ata persona i përkasin një inteligjencë superiore në krahasim me të tjerët, në kuptimin që ata janë të përgatitur për një vend specifik pune, dhe gjithë të tjerët nuk ju mbetet më shans që të marrin një punë që të jetë edhe ajo në një kategori por më pak të paguar se tjerë, sepse nuk kam nevojë për këto lloj punësh dhe inteligjenca artificiale, i cili është për mendimin tim krijimi më fatal i shoqërisë kapitaliste, sepse nxjerr jashtë loje krahun e punës, nxjerr jashtë loje raportet shoqërore, nxjerr jashtë loje interesin e njeriu për të ingranuar në një shoqëri civile, dhe mendoj se ky do të jetë fundi i kapitalizmit siç e kishim mësuar ne, me fjalë që me raportin mjetet e prodhimit, përmësia mbi mjetet e prodhimit, krahu i punës e tjera, këto koncepte janë zhdukur njëherë për gjithmonë. Unë qëndroj larg politikave të Shqipërisë, nuk i ndjek vazhdimisht, ju ndiqni ato, e shikoj që vjen shumë i ngranuar dhe ju përgëzoj për durimin edhe këmbëngulje. Dhe nga ana tjetër, nuk më vjen mirë kur njerëzit kalojnë në ofendime ekstreme, në urrejtje, në kërcënime gjerë për marrjen e jetës, dhe shumë prej këtyre personave jo se janë ignorantë, jo se janë të papritur, janë viktima të një sistemi i cili vlerëson më shumë agresivitetin se sa mendimin e hapur, mendimin e qetë, mendimin që kërkon pika të përbashkët. Këtu në Greqi unë e shoh që shoqëria ka mbetur mbrapa, shoqëria është bërë, nuk intereson me sidomos brezit e ri çfarë do të ndodhë nesër, njerëzit po përpiqen të kalojnë të sotmen, për të nesërmen ka shumë pak mendim. Saktësisht të njëjtën sjellje të shoqërisë unë kam ndjekur dhe vazhdoj ta ndjek në Kanada, sepse jetoj në 22 vendeve, dhe shikoj që dhe aty në Kanada brezi i ri është vendosur përpara një presioni të madh, qoftë ideologjik, qoftë ekonomik, dhe për ta mbyllur këtë temë, domethënë të përgjithshme, unë dua të them që njësoj si në kohën e komunizmit në Shqipëri, ku informacioni ishte plotësisht i kontrolluar, në shoqëritë moderne kapitaliste, nëpërmjet internetit, ne kemi përsëri një mendim, informacion të kontrolluar, por ka më shumë, do të thesha, më shumë lule në një vazo. Në Shqipëri vazoja e propagandës kishte 1 apo 2 lule të këputura të vëna për zbukurim, ndërsa në kapitalizëm e njëjta vazo, e njëjta, si të thuash, mjet mbajtës, mban më shumë lule, por në fund të fundit është thjesht e njëjta vazo, me një fjalë, e cila mban më shumë lule. Pra kjo është
ndryshimi, siç nëse e shpjegova qartë. Shumëgjyshmëria nuk tregon sa i avancuar është mendimi, është thjesht një shprehje grafike, një shprehje vizive që e shikon si këto lule që kanë mbrapa kurrizit, që janë të kuqe, të verdha, të zeza, më të thash. Në kohën e monizmit kishte dy, vetëm një të bardhë dhe një të zezë. Po në kapitalizëm ka më shumë ngjyra, po brendia është pak a shumë e njëjta gjë dhe më vjen keq edhe një herë për brezin e ri i cili e ka shumë të vështirë të gjejë pika referimi dhe pikat e referimit që i afrohen janë shumë të kamufluara, janë në formën e celebrity style. Ka desha të thesha unë, Vladimir. Me qënë se fole për brezin e ri, Petra, ka disa të dhëna që rinia, breziri shkon gjithmonë më tepër mbrapa multinacionaleve. Domethënë mbrapa këtyre shumë komsheve, por shumë komshet ki parasysh si ndërmarrje të, si është vetë fjala shumë komshe, që operojnë në gjithë botën, por paralel me ata zhvilluar dhe industria që unë e quaj jo vetëm unë, industria humanitare apo industria sociale, e cila shtohet gjithmonë tepër, por shoqëron rritjen e këtyre ndërmarrjeve multinacionale, sepse sa më shumë rriten ndërmarrjet multinacionale, besoj e kuptojnë shqiptarët fjalën multinacionale, Petra, shumë komshe. Shumë komshe, po. Multinacionale kuptohet besoj, ëh? Po, shumë në të po. Që operon shumë nacionale, tip çfarë themi Coca-Cola, po themi McDonald's, kujton kafet, gjitha multinacionale të naftës, gjitha. Tani këto, sa më shumë shtohen këto, aq më shumë shkatërrohen të drejtat e njerëzve, të drejtat e punëtorëve. Domethënë, sa më shumë shtohen këto, ngushtohen edhe ato sindikatat që edhe pse Marksi ka quajtur aristokracitë klasë punëtore, po të paktën bënin agregimin bashkimin e punëtorëve, të paktën dhe aty kishte diskutime, të paktën bëshin greva, bëshin lëvizje të ndryshme. Pra ka ulur, rritja e këtyre ka ulur, qoftë mbrojtjen e punëtorëve, si të qatë vetë organizimin që të kërkojnë, që të mos ulet jeta e tyre, niveli tyre jetesës, dhe sidomos pasaj anullojnë shtetin social dhe investimet publike të shtetit. Domethënë, pronat të shërbimet publike. Domethënë, sa më shumë zhvillojnë ta, shërbimet publike bien. Një shembull i qartë për shembull është Italia, e ka ulur buxhetin, themi si shpërdohen në Shqipëri fjalën buxhet, aty përdoret fjala buxhet, në shëndetësi që mbas 1990-s dhe tani është përgjysmuar, Petra. 50% më pak hidhen para për asistencën shëndetësore të njerëzve. Pa kjo që është shërbim publik. Po kështu, shërbimet tjera publike për shkak kanë qenë, po themi, po përdellur me qenë se jemi këtu të aktivitetit kërkimit shkencor. Aktivitetin e kërkimit shkencor e bënin shtetet, të cilët tani e kanë marrë në dorë komplet multinacionalet, private, përmjet fondacioneve të tyre. Por edhe asistencat, një pjesë të asistencës, jo vetëm mjekësore, po këto tjera të pasagjitur profesionet e reja, të psikologëve, kujtunt në fushën e drejtësisë, të avokatëve, në shumë gjoja me fjalë që për të zvendësuar atë që kanë humbur shtetet në politikat sociale, që të zvendësohen prej këtyre. Kjo, Petra, është një industri shumë e madhe. Unë kam bërë video tjera dhe kam përmendur në video tjera, multinacionalet, Petra, para viteve pas e të rrëzoi muri Berlinit, nuk ishin kaq kërcënim sa që janë sot. Kam patur në nivel botëror më pak se sa 10%.
Domethënë, unë kam ardhur në Itali në 1989, këtu, kur kam ardhur unë këtu, supermerkate siç ka sot, ka ekzistuar vetë disa pak fare, ka ekzistuar standa e Berlusconit dhe në një tjetër, por jo si tani, jo Panorama, jo Tjetri, jo Kujgjun, që s'numrohen, e kupton çdo vend që shkon dhe kanë qenë dyqanet e vogla të italianëve, kryesisht se s'ka patur as huaj atëherë, kanë qenë këto alimentarë, për shembull, i kanë qenë shumë të bukur, Pedro, ka qenë tradicional, dyqanet kushite e djathi e qumshti e Kujgjun, do në gjërat ushqimore, gjërat bulmetore më shumë, edhe i ke patur në çdo 50 metra, dhe ka qenë shumë e bukur Roma kur shifje këto, dhe natyrisht, ushqimet natyrisht kanë patur cilësi shumë më të mirë, edhe çmimet nuk është se kanë qenë shumë të larta në krahasim me mundësitë që kanë patur njerëzit. Pasim për atëherë. Kurse tani ka shkuar që kjo e dhënë nga interneti, nga Google, Pedro, që multinacionalet sot zotërojnë 32% të prodhimit botror. 32%. Akoma s'ka shkuar te gjysma natyrisht, më me 32% ta e kontrollojnë dhe pa e masakrojnë botën. Domethënë kontrollojnë 32% të gjithë prodhimit botror, dhe vendet varfër të pasura ku janë, dhe afrojnë vende pune 20%. Domethënë krijojnë një papunësi të madhe, të cilën këta e shkarkojnë nëpërmjet vuajtjeve, sepse jo se teknologjia, Petro, se kjo është një diskutim tjetër, pastaj teknologjia në vetvete, nëse teknologjia shoqërohet, neutralizohet, amortizohet me politikat socialiste, sepse Europa ka qenë shumë socialiste në 1990-ën. Nëse krijon këto amortizatorë të shërbime publike, të politikave sociale, të shtëpisë, të ushqimit që të garantojnë për gjithë, të transportit e tjera. Teknologjia në vetvete nuk është se zhvillimi i saj krijon mundësim pak për punë. Nuk është e vërtetë kjo. Shumë herë thonë ta, ose në mënyrë demagogjike, nuk është e vërtetë. Kjo krijon më pak punë, sepse multinacionalet akumulojnë pasuri, akumulojnë para prej prej punës të papaguar të vendeve të varfra. Të vende po themi India, po themi në Shqipëri, edhe në Shqipëri, domethënë Shqipëria shfrytëzohet shumë prej multinacionaleve. Aty shfrytëzohet natyrisht duke marrë parat e emigrantëve më shumë. Edhe ka arritur pra kjo gjë, ti mendo, Petro, në 90-ën në Italia, megjithëse jemi këtu, në Italia në 1990-ën kishte shumë të fortë sektorin socialist, po quaj. Por jo vetëm kaq, po këtu bile kisha arritur në ekstrem kjo kapitalizmi, Petro, këtu ishte edhe ligji e Equacanonës. Mendo, pastaj e hoqëm me mendimin se kjo pengon, po në vërtetë ai ka qenë një ligj shumë i drejtë. Equacanone ka qenë për shtëpi, Petro. Domethënë, kur jep shtëpinë ti para 90-s, Petro, në qoftë se ai personi në shtëpi s'kishte të pagunte qiran, i duhej 7 vjet ta hiqte nga shtëpia. Po kjo tani nga një anë ishte frika e heqjes, frika e dhënies shtëpisë, është normale. Por ama garantonte që mos rrinë njerëzit në rrugë. Domethënë garantonte që kush ishte pa shtëpi, sido që të jetë të futej në shtëpi. Jo vetëm kaq, por në atë kohë ekzistonte ligji i Equacanonës, që do thotë që e vlerësonin gjeometrat e shtetit. Kishte parametra që përcaktonte shteti se sa një shtëpi ku duhet jepet në qirat. Dhe në rast se ti shkoje ankoheshe se po paguaj qirat lart, jepe një vendim shumë i shpejt që ti paguaje Equacanon. E kupton se çfarë socializmi ka qenë në Itali? Bankat kanë qenë të shtetit, Petro. Banca di Roma, Banca Commerciale Italiana, Unicredit, që janë sot, Credito Italiano quajnë atë kohë, Ambrovendo, Banco di Napoli, do nëse i mbajnë mend gjithë atëherë, ke parasysh
ka qenë që të gjitha shtetërore, asiguracionet, INAS Italia ka qenë e shtetit, autostradat shtetit, ENI i energjisë i shtetit, të kontrolluar nga shtetit, e shtetit. Domethënë, këtu sektori i shtetit, në kuptimin që mbulon të shërbimet publike, Petro ka qenë shumë i gjerë. Ka qenë shumë i gjerë dhe mbas rënies së murit Berlinit filloi procesi i këtij kapitalizmi i tegër, që çdo gjë shtetërore të bëhet private, Petra, dhe ku do bëhet private, çdo gjë, domethënë ku jeta jonë të marrin frymë nesër, do varemi nga i privat. A do marrësh ajër, apo s'do thithish ajër, sa ajër do thithish në ditë. Dhe këtu po shkohet Petra. Po. Kjo dhe fati keqe jonë i shqiptarëve, shqiptarët janë gjithmonë kështu Petra, për fat keq, shqiptarët janë si ai që janë të çrregull të shqiptarët. Dhe ke parasysh të shqiptarët kujtojnë se bëjnë zbulime për shembull. Po i bëjnë zbulime në momentin thoshin shumë shqiptarët e drejtë që tani që edhe ne këtu u shkatru perëndimi. E shkatruam ne shqiptarët, thoshin atë kohë, se po shkatroi Europa, koincidoi në momentin e daljes shqiptarëve. Shqiptarët janë si ai njeriu pa busu, sigurisht që ka vrahur Petra dhe zdi nga shkon, edhe këto që japin mendime kështu, është i kaos, e kupton? Shqiptarët bien në kollaj në kaos. Kjo për shkak të arsyeve historike natyrisht. Edhe si ai që do të vrapon të marrë për të marrë trenin, edhe e merr sekondën e fundit. Po kur shkon te treni e merr në momentin që futet ai bam mbyllen dhe dyert, do shpëton përqime. Domethënë e merr dhe pastaj duke u mbyllur portat në atë mënyrë, pendohet shumë shpejt. Dhe i thot shoferit trenit që të ndaloj trenin pa vajtur në stacion, do me zbrit para se të arrijë stacion, e kupton? Se thot çka ka gjë dhe kjo, thot të zbresin. Se shqiptarët janë o faciloni, Petra, vetë italisht, o janë shumë të kanë vetëm dy ekstreme shqiptarët. Po do thonë njerëzit përgjithësi, po shqiptarët më shumë. O të thonë është e pamundur, o të thonë është e sigurt. Do nuk ka gjë. Te vefa, te ato firma piramidale, futje e parë, është e sigurt dhe 100%. 100% e sigurt. Ose kur probabiliteti është shumë i madh për të qenë e sigurt, me fjalë probabiliteti i sigurisë, është 99%, aty është më dyshues akoma. Aty thot atë su bë ka kjo gjë thot. A le thot, kjo që ka kot thot. Nuk bëhet atë kjo. I thotë po mirë, mos e ka mundësi se 99% ka mundësi të bëhet. Siç thoshte ai, 99% 1% e ka bashkia thoshte ai, te humoristi. A 99% ai mund tha që merren si ndërmjetësa, po 1% ka vulur bashkia. Tu thotë ai e pamundur. Me fjalë Petra, problemi pasaj të rinjve është se të rinjt e ndikin më shumë këtë shkatërimin e sistemit se sa moshat e larta. Dhe këta qëllimisht e quajnë rinin sikur është revolucionare, sikur ajo udhëheq proceset, sidomos në Shqipëri. Shqipëri mendon, paktën në këto vende dhe lidhjes tjera pati ca lëvizje punëtore, jo pati, po qenë lëvizje punëtore, dhe nuk u shkatruan fabrikat tërësisht. Po themi në Poloni e kujt në Hungari. Kurse në Shqipëri u rraf shumë komplet, sepse u bë përmjet studentëve ndryshimi. U dolën jashtëroje punëtorë. Dhe studentët këto pjesë e rinisë, është ajo që manipulohet më lehtë nga ky sistemi liberal. Dhe mendo Petra, për shembull, janë dhënë këtu në Itali, që regjistrimet në sindikata italiane, në mënyrë vullnetare, i mendo për shembull, mendonti se ka shqiptarë që i regjistruar në sindikat italiane, po themi, në mënyrë komplet vullnetare? Absolutisht. Ma të paguajnë, thot, 200 euro në vit, po themi, aty përmjet busa pagës, përmjet asaj. Pse thot kot, thot që ti hanë ata? Që normalisht ka korupcion, diskutohet. Por ai ka, domethënë, ka këtë gjën individualiste dhe nuk e do këtë gjë, e refuzon. Italianët që regjistruar dikur në mënyrë vullnetare, vullnetarisht, thjesht për të qenë i regjistruar në një sindikat, jo për t'i kërkuar diçka sindikatës, po thjesht tjetë diku një bashkim punëtorësh
që ndofta në momentet caktuar na duhet për greva, për kontratat, jo për të kërkuar shërbim personale, jo kur ke një hall ligjore tjetër, këtu ka qenë deri 30% Petro. Në vitin 90. Ka qenë deri në 30% regjistrimi vullnetar i punëtorëve në sindikatat kryesore, kryesisht këtu, të cilat kanë patur një rol, sot nuk e kanë. Kurse aktualisht që flasim, kjo ka zbritur, ndërsa tek të rinjt Petra është më pak se 5%. Po sidomos tek mosha nën 40 vjeç. Mosha nën 40 vjeç me fjalë këtu, e ke pamundur të thuash regjistrohet më shumë në një sindikat, në një shoqat, ku diun kuptimin një që organizohet, paktën tenton të organizohet një shik dalpaso nga poshtë, që të kërkojë ato drejtat nga poshtë. Jo, preferojnë të shkojnë brapa fondacioneve, brapa kësaj industrisë humanitare, industrisë sociale, që është dhe po të vëshre në Shqipëri, protestat po ju udhëheqin ONQ-t, po UIF-t, siç i thonë ata. Gjitha këto shoqata të Sorosit në fund fare, janë shoqata të Sorosit ato, po tani kanë filluar ata vetë, ta kuptojnë hilen, dhe të flasin dhe ata kundër Sorosit, se e kuptojnë që pse fole kundër Sorosit, nuk prishën punë kështu. E rëndësishme është mos flasësh kundër Amerikës. Mos flasësh kundër sistemit, ata mbajnë flamurin amerikan aty. E mbajnë aty përballë, flamurin e Europës. Mos flasësh kundër kësaj që është sistemi, pa një Soros, e iku i Soros, dhe erdhi i Soros tjetër, nuk i ndryshon asgjë. Iku Berlusconi, Italia nuk mbaroi. Vazhdon akoma Italia. Gianni Agnelli i Fiatit, di që dhe ai nuk ka vazhdon, sistemi është ecën. E pas ka qenë, si thuhet, vdes një papë dhe zvendësohet me një papë tjetër, kështu është shprehje këtu në Itali. More un papa e se ne fa un altro, thonë ta. Po. Petro, dhe kjo është kriza e madhe tani, sepse ky sistem vazhdon, po krijon dëme të tmerrshme, shumë të mëdha, dhe frika është se duke kaluar këtë masën kritike, se është 32%, bëhet i pakthyeshëm pastaj, bëhet i pakorrigjueshëm. Sepse Petra, akumulimet pasurive historia ka patur gjithmonë, por janë në një farë mënyrë dhe janë korrigjuar, i ka korrigjuar njerëzimi. Për shembull, rasti i templarëve në Francë dikur, ata arritën kontrollonin paran, domethënë ishte mbretëria franceze ishte mbytur borxhet tek ata, erdhi një mbret kurioz në atë kohë, i kapi, i masakroi që gjithë dhe i eliminoi sepse e pasi rrezik për njerëzimin atë gjë. Kurse sot është pamundur Petra, kontrolli është shumë i madh, shërbimet sekrete janë gjithandaj CIA e kujtun e tjerë të kontrollojnë kudo. To kryeministrat, qeverit janë kukull sot, si që thëdhe ti këta thjesht ndërmjetësojnë multinacionalet. Ndërmjetësojnë se si do i marrin tenderet ata. Dhe po ta bësh re sot, shteti thjesht bën garantin e multinacionaleve, nuk ka rol tjetër. Në kuptimin do bëhet një rrugë, po themi konkretisht në Shqipëri një autostradë dhe afrohen të donatorët. Shkon Edi Rama, i takon donatorët dhe thot takova donatorët. Aty tani më shumë bëhet takimi me ata Alex Sorosin, me Sorosin, me Edi Ramën, se sa bëhet takimi, po themi, me presidenti i shtetit. Shumë takimet do presidenti bëjnë me këto miliarderët, se sa ndërmjet njëri tjetrit. Me njëri tjetrit takojnë kur është miliarderi ndërmjetës. Ata i takon Sorosi, Giorgia Meloni dhe atë Edi Ramën, Sorosi që thot, ai takoni tani. Ne kemi arritur në këtë moment shumë të vështirë, vetë. Shumë të vështirë dhe kjo unë them që asgjë s'ka të pakthyeshme, mendoj unë. Petra, sepse në fizikë ekziston ky ligj i rritjes entropisë dhe rritja e entropisë shkon në vdekje. I kanë dhënë alarmin dikur shkencëtarët, vdekja termike e universit. Do po bën motorët, do temperaturët do barazohen dhe atje do vdesim gjithë. Ne do kemi më 37 gradë temperaturë e barabartë me të ambientin dhe do mjetojmë dot. Në dhanë këtë alarm, por kjo natyra i ka motorët që kjo mos ndodhi. Është vërtet bima thahet e kujtun e tjera, do thënë ajo digjen pyet, dhe thotë bo do gjën pyet. Dhe duket i gjë të mërshme të digjen pyet, Petra.
por në të vërtet, jo aty ku është djegur, sa aty ndoshta s'bëhet, po ai gjithë ajo gaz karbonik e tjera që u shtirua aty, duke u spostuar në zonat caktuara në Lugina, ku nuk ka rënë zjarri natyrisht, aty kur të shofësh ti aty pylli bëhet më i madh se sa aty ku është djegur. Sepse është procesi kundërt i fotosintezës, ndërhyn dielli. Domethënë për të shpëtuar tokën e kemi atë babajin që ndërhyn. Është dielli. Ndërhyn hermosere, bam, e shefaj që u shkrit bora, ai domethënë thajën ujëra po u shkrit bora, e kupton? U shkrit bora s'ka burime. Ai fillonet ullë temperaturën. E kupton, krijon vavullimi, çarkullimi i ujit e tjerë kanë bërë. Tek njeriu tani është ky problem. Ta njerëz tani që shkojnë në një farë mënyrë kundër natyrës. Domethënë po shkum në këtë mënyrë, i bie që shkatërrohet, mund duket si tamam shkatërrimi i njerëzimit apo. Por prapë them, do gjendë forcat e kundërta i degenerojnë. Fatkeqësia sot është rinia vetë. Është fatkeqësi rinia sot. Pse? Sepse ata çfarë bëjnë? Nga qenë keq edhe na thonë e kanë fajin pleqt. Po kjo ndodh edhe brenda shtëpisë tek neve. Babi ke fajin, ma thonë dhe mu vajza ime. Ke fajin ti s'ke ditur të bësh para, thot. Se po të bëje këtë, po të shqe bërë dhe këtë, po të shqe bërë këtë, po ti, pse s'po i bëndë? Kupton? Ose unë zgjej punë, se ja i keni marrë juve që s'dilin pensione, kujdun e tjere, dhe më s'dalin pension, këta në blokojnë. Rinia po bën luftë breza shumë tani. Më thënë, në vend që rinia t'jetë një forcë, si shtoshtë atë që shkron, një forcë e cila përdor energjinë e saj më shumë fiziken se sa mendoren, dhe mendoren natyrisht po më shumë forcën energjinë fizike. Sepse është normale, ajo ka nevojë edhe për atë që të mbështesi dhe të dëgjojë ata që kanë shumë eksperiencë, janë më të rritur. Vetë se e zgjata shumë, po, te fatoria e djeli animalit, ajo ferme kafshëve, kur ngrihen ato kafshët, ai që i organizoi kafshët, ishte derri me moshë më të madhe. Ishte më plakull dhe ju tha, unë krahasim me juve, tha, nuk është se jam më i zgjuar, tha, se kështu, tha, jeni ju, tha, më të fortë se unë, se jeni fizikisht, por unë, tha, krahasim me ju, tha, kam më shumë eksperiencë, më shumë vite. Edhe ato e dëgjojnë, se çfarë do thoshte, edhe i tha ju në fund, tha, ka vetëm një mënyrë, tha, insorgjetevi, italisht me fjalë, insorgjetevi, ngriuni me fjalë revolucion, e kupton, sepse për të e George Orwell. Edhe ndërsa sot për shembull, rinia për shembull e ka humbur respektin me neve, Petra. Unë e shoh jo tek student që japë mësim, po tek moshat e reja, të cilat dikur dhe një mësues të një fshati, ose një inxhinier apo një kështu, jo se e shifnin kuptimin e hierarkisë, por do me thënë, kur e takonin, e dëgjonin për gjërat që ai mund t'ju shpjegonte, që sepse ishte më i madh në moshë, pa dhe dinte sa gjëra shumë, po kjo jo vetëm ato me shkollë, po dhe një që ne i qunim pleq të mençur në fshat në atë, që e dëgjonin këtë pjesa tjetër. Kurse tani ti me një moshë të re, Petra, nuk bën dot mohabet. Nuk bën dot, unë s'bëj dot mohabet për fizikën, mendo për me një moshës së re që s'ka studiuar kur fizik, unë nuk bëj dot mohabet për fizikën kuptimit, që ti them atij që fizikisht, nga pikpamja e fenomeneve fizike, kjo gjë është kështu, them se fizika do kështu. Jo, thotë, nxjerr celularin, pa shkuar kur në shkollë, por nxjerr aty dhe nxjerr dy rreshta aty ja thot si thot kjo, thot. Do të thënë ta tani, ne marrim librat për t'i bërë ato provime, studioje, do të thënë, se the për shkolla ti, unë me shkollën e Enver Hoxhës kam dhënë mësim këtu, Petra, se ajo ka qenë baza. Që të thuash tani jo, komunizmi s'kishte as shkollë, s'kan filluar tani dhe këtë thonë, komunizmi kishte vetëm propagandë, vetëm komunizmi ka patur inxhinier, Petra, ka patur ushtarak të mirë, se dhe ushtarak për i fulli që i eliminun fare, ka patur mjek të mirë, ka patur profesor të mirë, ato hidrocentrale, ato që ka qenë inxhinier shqiptarë që i kanë projektuar. Sepse ishin njerëz që punonin. Dhe kurse sot është i krizë totale, Petra. Është i krizë, tani jemi në një tamam në dallgët që na çojnë
majtas e djathtas, të urrej njerëzit, ne bëjmë këto video anti-shqiptar, ti shikoteni ata të shunat në Tiranë, Petra, që është gjithë shumë e turpshme kjo, sidomos mua, sepse nuk u regjistru mirë ajo që më ndodhi mua në Tiranë. Sepse ka kapur dikush me ka kapur përballë palkut, ndërsa kjo ngjarje ndodhi mbrapa. Ndoshta dikush ka filmuar, po se ka nxjerr. Ndodhi mbrapa, po mbrapa ishte 1 metër poshtë, se ishte ngritur ai palku. Ishte 1 metër e ca poshtë. Në ran poshtë aty, këto tani ishin mosh gjithë e re, mosh 40 vjeç e poshtë, Petra. Ne jemi mosh 65 vjeçë. Do me thënë, kur këta kanë një egërsi, në atë mënyrë, dakor të i paguar, po themi me fondacionet, me shoqata dhe t'ja të paguajnë, pas ato që të paguajnë, Petra, s'mund të shtojsh dhunti ndaj një njeriu në atë mënyrë, kupton? Se ti s'do që ai të flasi. E kupton ku kemi arritur, Petra? Që thonë Enver Hoxha të mbyll të gojnë, Enver Hoxha të mbyll të gojnë, kishtë ato ligje dhe tjera, por dhe më thënë ti, kur bëj i diskutim ati, në ndërmarrje, në fakultet, bënim në, ka pas dhe diskutime shumë të hapura, Petra, që shprejetim atë shqetësimin tënde, atë për që gjërat bëshin më mirë. Ai nuk lejon të flisë se për ata që donin t'i bënin gjërat më të keqe, Petra. Ai thoshte stop. Që thonë këta, ai stëllinte. Po pse stëllinte Enver Hoxha ty që t'i bëje gjërat të arrisje rendimentin punë? Që t'i bëje, po stëllinte këta që donin të sabotonin, Petra, në fund fare. Që thoshin që imperializmi, kapitalizmi është mrekulli, kurse dhe ne se u zjata. Po. Vladimir, unë them të mbyllim këtu, dua të bëj një ndërhyrje të vogël. Jo, bëjë më të gjatë tani se të mora shumë të kohën. Faleminderit. Dua të bëj një ndërhyrje të vogël në lidhje me rendimentin. Rendimenti me kapitalizmin, me fjalë. Gjyshi tim ishte këpucar dhe me një kudër i theshin asaj vegle, me një çekane dhe me disa bënte këpucë, se në atë kohë vënje merr një masën me këmbës dhe të bësh këpuca sipas këmbës, me fjalë. Këpucë me porosi. Po, kështu ishte në atë kohë. Ishte shkruaj, di këpucë me porosi shkruaj. Kështu ishte në kohën, domethënë kohën e gjyshit tim, kur kishte një dyqan të vogël, kështu bëshin këpucë. Çdo familje shkonte dhe merrte masën dhe bëshin këpucët me fjalë, dhe ky ishte një proces që përveç bërjes së këpucës, njerëzit hyrin në një relacion humanitar, njerëzor, me fjalë, si je, si kalon, si bën, sa fëmijë ke, si shkon trupa, si shkon djalë. Dhe me këtë lloj biznesi të vogël, ai rriti 6 fëmijë, me fjalë, dhe gjysha nuk punoi kur. Pra, të ardhurat që ai arrinte të grumbullonte me këtë lloj pune të thjeshtë, në pamje të parë, ishin të mjaftueshme për të mbajtur një familje, dhe fëmijët u rritën, u edukuan, bile bleu dhe shtëpi, ndërthoi dhe shtëpinë. Ja, imagjino tash rendimentin e tij, sa i lartë ka qenë. Kjo sot nuk ndodh më në botë, që të një baba me, se një person familje, të blerë një shtëpi, të rritë fëmijë, të dërgojnë në shkollë, të i vesh një batë, as si vetë fjalë. Pra, teknologjia ka zhdukur përfundimisht anën, si të thuash, rendimentin e individit, i cili është zëvendësuar me rendimentin e makinerie, dhe ajo që është më keqja ka zëvendësuar raportin shoqëror dhe humanitar midis qenieve njerëzor. Kështu që në këtë është një zinxhir shumë i komplikuar, i cili në fund të fundit do të çojë në një fenomen që nuk ka më nevojë për njerëz. Prandaj njerëzit sot do ta kenë shumë të vështirë të kryejnë familje, brezëri, dhe akoma më të vështirë do ta kenë ata që domethënë janë fare të rinj sot, të cilët nuk do të kenë fare mundësi as të kryejnë familje, as të blenë shtëpi, as të blenë makinë, me fjalë. Dhe në këtë proces të komplikuar dhe shumë të ndërthurur të zhvillimit të këtij lloji kapitalizmi, del problemi i ngrohjes globale. Unë përsëri do të kundërshtoj, me fjalë, për sa i përket ngrohjes globale. Ngrohja globale është prezente, zjarret kudo në Evropë po bëjnë dëme jashtëzakonisht të mëdha. Në Kanada, një vend i ftohtë në përgjithësi, zjarret po bëjnë
dhe me materiale të papara ndonjëherë, dhe krizë e madhe po duket me një fjalë, jo se njerëzit do të vdesin nga uria në këto momente, por rritja drastike të çmimeve të ushqimit të përditshëm me një fjalë. Para 2-3 ditësh unë dëgjova një emision në Deutsche Welle, e cila emisioni tregonte me shifra që kostoja e prodhimit të dritrave në Gjermani në krahasim me vitin e kaluar është rritur rreth 36%. Me një fjalë, sa po vjen dhe kostoja e prodhimit të ushqimeve do të vazhdojë të rritet dhe mendoj, sipas mendjes time, që gjithmonë dhe më shumë njerëzit do të shpërngulen në ushqimet sintetike ose në ushqimet e prodhuara në mënyrë artificiale, të cilat janë shumë më kollaj për të prodhuar, shumë më të lira për të prodhuar, sepse në këto procese largohet nevoja e krahut të punëtorit dhe pajisjet e robotizuara zë në vendin e punëtorëve. Unë nga jeta ime profesionale teknike kam patur rastin të programoj traktor masiv me fjalë në Kanada, që në një fushë të madhe programon një traktor dhe traktori punon tokën për 3 ditë dhe mbaron lërimin e tokës në një kohë rekord, pa patur nevojë as për punëtor, as për mirëmbajtës dhe për asgjë tjetër. Pra ne shohim dhe raste të tilla në vendet ku toka është me shtrirje masive, ku pronari tokës nuk bën asgjë përveç se hyn në një raport me një kompani që ka makinerinë dhe me bankën e cila do të sponsorizojë prodhimin e tij. Pra nuk ka më nevojë për punëtor, nuk ka nevojë më për një planifikim që ai do të bëj, ai kthehet thjesht në një pronar të relativisht mesatar, me fjalë ose të themi të vogël, me një që jeton dhe krijon një lloj pasurie në raport me 2 persona tjerë. Pra nuk ka nevojë me as për mekanikun, as për atë që do t'i shesë, si thua, ato plurat kimik që vjen çdo gjë mekanizuar, çdo gjë e robotizuar. Në Kinë para disa ditësh filloi funksionimin i pari spital i robotizuar, ku nuk ka më doktor, diagnostikimi bëhet nga kompjuter, rendimenti i këtyre pajisjeve është shumë i lartë. Për shembull, në qoftë se një doktor, domethënë të punonte me një intensitet shumë të lartë, do të vizitonte dhe do të jepte maksimumi 30 diagnoza në ditë, pra 30 pacientë në ditë. Një robot punon mos them 15 herë apo 20 herë më shpejt, më mirë, më saktë se njeriu. Pra, ne jemi në fillimin e një vorbulle, si ajo nuk e di si quhet, whirlpool, që fillon në ujë, në një lumë që bëhet një vorbull që po hyrë në atë vorbull është turbulenca. Po, është shumë e vështirë të dalësh jashtë ose e pamundur, dhe për ta mbyllur këtu, unë mendoj se ky lloj sistemi konsumi masiv po i ngjan një dhome me ajër të kondicionuar. Pra çfarë një ambienti me ajër të kondicionuar, pra makineria e ajrit të kondicionuar bën këtë fenomen me një fjalë. Ju e thatë shumë bukur, e shpjeguar shumë bukur. Merr nxehtësinë nga një ambient dhe nxjerr në ambientin e jashtëm. Vazhdimisht. Mirë po, vjen momenti kur hapet dera, gjithë nxehtësia që ka dalë jashtë, se në një moment do të hapet dera, do të hyjë një temperaturë akoma më e lartë, sepse ka shumë makina të air kondicioner aty. Pra niveli i temperaturës jashtë do të rritet vazhdimisht dhe do vi një moment që teknologjia që ekziston nuk do të jetë në gjendje të marrë, të shpërngulë, si të thuash, energjinë nga një vend në vendin tjetër, dhe aty mund të ndodhë ajo fenomeni
i vdekjes termale. Po, dhe pak a shumë kështu po ndodh dhe me mendimin njerëzor. Po vjen momenti që po vdes inteligjenca ose aftësia për të reaguar dhe për të gjetur një mendim më progresiv që do ta çojë shoqërinë në përgjithësi më përpara. Pra, vetë në këtë moment që jemi ne, duket tamam si në ato filmat fantastiko-shkencor të viteve 1960, për mendimin tim një nga filmat më interesantë që tani i ka dalë vlera shumë se në momentin që për herë të parë është një film anglez, The Time Machine, makina e kohës. I sugjeroj çdo personi që nëse ka mundësi ta shikojë atë film, është një sintezë, një mendim shumë larg pamës i atyre personave që kanë bërë. Dhe fatkeqësisht ne po jetojmë këtë. Uroj, shpresoj në një fjalë që brezi i ri, udhëheqësit e ri, kryesisht ata që kanë Evropën sot, gjithsa Evropa ka një farë rëndësie në botë, të krijojnë një barierë kompanive të mëdha, të cilat kontrollojnë nga 2-3 persona, të cilët luftojnë me njëri tjetrin për të krijuar sa më shumë biliona dollar ose sfera i influence, duke treguar kështu natyrën e keqe të njeriut, i cili është një kafshë jo racionale, i mungon racionaliteti i kafshëve të tjera, i gjytarëve të tjerë, dhe për këtë arsye ne shohim vrasje, luftra masive, probleme kardinale që afrohen botës, si në momentin që ne jetojmë sot. Nuk është çudi që nëse ne bëjmë një plan për të folur pas një jave, nuk do të jemi në gjendje ta bëjmë atë, sepse nuk është çudi që të shpërthej një luftë atomike nga momenti në moment. Këtu ka arritur, për mendimin tim, niveli intelektual i shoqërisë njerëzore, dhe them se kontrolli pa kufi i pronës private është elementi thelbësor dhe kryesor që ka kontribuar në këtë gjendje që jemi ne. Unë jam totalisht kundër mundësive që ju jepet personave caktuar për të krijuar një pasuri marramense dhe një fuqi akoma më të rrezikshme për kontrollin e shoqërisë njerëzore. Këtu dua ta mbyll, u bë shumë dramatike diskutimi, duket sikur nesër do zhduket çdo gjë, por njerëzimi ka gjetur gjithmonë fuqi. Unë personalisht nuk më pëlqen ajo që shikoj dhe nuk kam shumë shpresë me fjalë që do të shikoj ndonjë ndryshim gjatë jetës time. Petro, unë vetëm 20 sekondë dhe do ta mbyll pastaj. Po në lidhje me informacionin, sepse sot ajo që është ku lozet më shumë, abuzohet më shumë, është informacioni. Sepse shumë njerëz e marrin një informacion, por nuk e marrin të kompletuar dhe besojnë si të vërtetë. Dhe shumë vështirë sot të zgjedhësh informacionin i cili duhet të jetë i kompletuar. Po e kam fjalën tek zjarret në Shqipëri. Sepse dëgjoja njërin tani aty dhe ja hedhin fajin qeverisë. Qeveria ka shumë faje, nuk diskutohet. Por tani që bëhet një vrasje diku në një lokal dhe fajin e ka gjithmonë Edi Rama. Dhe kjo tani po arritëm në këto çmendurira, ti Petro, siç vajti ky gazetari tani atë janë duke pit kafen aty dhe i thot Edi Ramës, thot pse s've ty policia gjop se ke parkuar makinën keq. Kjo tani këtë janë çmendurira dhe ky bëhet sigurisht personazhi i vitit, njeriu më me kurajo. Nuk besoj se në Kanada i thot njëri kryeministit kanades që ke parkuar makinën dhe vjen dhe bardhë, e kupton? Nëse, domethënë kjo marrëzia e informacionit, sidomos se çdo njeri i bën gjitha profesionet, përveç profesionit punëtorit dhe të bëj të punoj tokën atë s'do më e bë, po të gjithë profesionet e tjera është specialist i gjithave.
Po profesionet e zgjedhura, që nga gjykatësi, nga prokurori, nga ministri, nga kryeministri, gjitha i dinë njerëzit. Dhe në lidhje me zjarret, shifja njërin që bënte një video dhe e fajin e Tiranës dhe për zjarret, thotë nuk është faji, thotë, temperatura e lartë që dalin zjarret, por zjarret janë të vëna me qëllim. Që ka zjarre me të vëna me qëllim, ka. Si argumenton të ky tani dhe njerëzit thonë, po, thotë, ka të drejtë ky, thotë. Sepse këta janë, Petro, ta sharlatanët, janë i këtyri ta dëgjojnë shumë për njerëzve. Ta që kanë informacionin shumë të kufizuar, por që e japin në mënyrë të thjeshtë, njerëzit e absorbojnë këtë dhe marrin këtë të vërtet. Dhe ky si argument zori këtë, thotë, neve thotë, temperaturën dhe kemi gati 40 gradë, 37 gradë, e gjysmë sa jemi. Se s'ndezim zjarren, tha ky. Dhe një qetë gjohë, thotë, po ka drejtë vërtet, kjo temperaturë e lartë. Ja, me 37 gradë, kur tesim rrugë, do të ndizën zjarre, e kupton? Për ta, do të një gjë fare thjesht me këto informacion tamam sharlatanësh. Sepse në vërtet temperatura e lartë, Petro, 40 gradë, bëhet e rrit shumë probabilitetin e zjarreve, jo për shkak të temperaturës lartë. Nuk është thjesht, sepse kur e studion një fenomen fizik, do t'i marrësh parasysh të gjithë parametrat. Nuk mund marrësh ca i merr, ca nuk i merr. Aty që të ndezja e zjarrit është e kushtuar sidomos nga fakti që temperatura e lartë krijon thatësirën, po e them në fjalën e thjesht popullore. Krijon me fjalë uljen shumë të madhe lagështisë. Domethënë, sa më e ulët temperatura që më shumë lagështi ka në fizikë është sepse temperatura e ulët i korespondon i korespondon një vlerë presionit apo tensionit, i thonë italisht i thonë tension. Shqipëri thonë presioni i avujve të ngopur. La tensione del vapor saturo. Me fjalë, është lagështia shumë e ulët kur temperatura është e lartë, dhe aty ti një cigare ndes më herë, e kupton? Po jo thjesht parametri temperaturë, por nga që ulet shumë lagështia, s'bie shi etj. Dhe rreziku i zjarreve sot është në këto temperatura kaq të larta, ti një cigare mund të bësh vërtet një tragjedi në lagjen ku je. E kupton? Do të qenë i kujdesshëm, sepse është shumë seka, shumë i thatë toka. Bari është shumë i thatë, ai ndizet më herë. S'po flasim shumë më. Kurse ky thoshte jo, thoshte se një lloj është, si 30 dhe 40 thoshte se ja unë kam 37. Mi po i shkruanin njerëzit, bravo, ke të drejtë, aty komentet pa mbarim apo. Po. Ata mbyllim me Petër këtu. E mbyllim Vladimir. Faleminderit Petër. Faleminderit. Do doja të bënim një video tjetër ku të thoshim ato gjërat konkrete Petër, për të rinjt, më shumë për ta që nuk e kanë jetuar pjesën e para 1990-s. Por që të treguar konkretisht aty sikur ti gjejmë ca gjëra, t'ju bëjmë një listë shpenzimesh, po duke filluar nga shtëpia. Nga shtëpia, nga shneti, nga kujtun tjetër, si ishte atëherë dhe se si është tani. Ta bëjmë një diskutim të tilla, se njerëzit thonë, pa atëherë ti s'kishe çfarë vishje, s'kishe çfarë thaje, kujtun tjetër. Domethënë, sa është e vërtet kjo? Të krahasojmë një njerëz të qytetit atëhershëm me 5-6.000 lekë, me një punëtor sot që është në qytet, që është punëtor me mëditje, sepse thonë punëtori aty kraut, më thoshin këto njerëzit e mi, Petro, se po më shajnë pastaj, se e kuptojnë pastaj do janë na shan për video, se më thonë janë na shan për video. Më thoshin që këtu një punëtor krau, ku diun për pasur barat për shkak diku, për pa 30.000 lekë ditë nuk të vjen thotë. Dhe ta thotë këtë një njerëz që ka rrogë po themi 1 milion në shtet, pra ai ka për ditë këtë. Kurse ai që merr 30.000 lekë ditë aty, ai ka punë me mëditje. Nuk është punëtor ai është. I ke parasysh kur kemi studiu në shkollë, puna me mëditje quhet puna më e keqe që mund të ishte njeriu. Do sa sot gjithë njerëzit janë bërë me punë me mëditje. Sot punon, 3 ditë nuk punon pastaj. Punë okazionale, pastaj do rish një muaj pa punë. Domethënë që ta dinë dhe këta se thot sa merr ti aty, po ju merrni shumë thot aty në Itali dhe vend ta, ju merrni shumë, ju merrni se i tregojnë dhe emigrant. Unë marrë thot 150 euro në ditë. 150 euro ke marrë një ditë, ti rri 10 ditë pas e s'ke punë fare. Atëherë ke marrë 15 euro në ditë, nuk ke marrë 150. E kupton?
Po tregojnë shumë, ke parasysh se këto prishjen e Shqipërisë kanë bërë dhe emigrantët shumë, mos harro. Që e kanë zmadhuar atë parajsën e perëndimit, unë aty kështu në këtë. Se do të më falësh edhe 10 sekonda, Petra, nuk e zgjat shumë, sepse më kujtohet një djalë këtu, që ju tregonte këtyre nga Shqipëria, ju tregonte disave të sapo ardhur se si ai pronari i ku flinte i vilës i jepte atij para 60 euro për çdo plumb që ai e kapte, se kishte plumba Petra. Dhe ja u tregonte këtyre, thoshte po ja, edhe thoshin këta pa ai është i fortë apo është ai shumë i shkathët, thoshte. Ai për një plumb që kapte merrte 60 euro. Ai tregonte, ai kishte një lloj basalete që ai tregonte, thoshte pronari aty nuk i kapte dot plumbat me dorë, tha vrapon brapa ndete, dhe unë thashta, ai se ti kapun, sa do më japësh për plumb? Jo, ka që bën pazar, tha, du 60 euro. Dhe ja u tregonte këtyre, tha, viza dorën, tha, paf, tha, e kapa plumbin, jep 60 euro. Me dorën e maj, paf, plumbin tjetër, 60 euro. Ta hapnin sy të gjithë dhe thamë, kemi adhën parajsit e plumbave. E kupton? Po nuk e kuptojnë që kanë te ferri i sonave. Miro, Petra, mbyllim këtu atëra. Mbyllim, mirupafshim, kalofsh mirë. Falenderoj shumë, Petra, falenderoj gjithë njerëzit që na ndoqën, mirupafshim. Mirupafshim.